Të gjithë krerët e komunave që nuk e kanë deklaruar pasurinë e tyre pas përfundimit të funksionit ose pas zgjedhjes së tyre për kryetar komunash do të gjobiten. Këtë e paralajmëron kreu i Komisionit Antikorrupsion. Nëse edhe për skaj kësaj krerët komunal nuk dorëzojnë deklarata, atëherë sipas numrit 1 të antikorrupsionit Çuçul, do të inicohet procedurë për shqyrtimin e gjendjes së tyre financiare. Për të gjithë kryetarët e komunave që pas përfundimit të funksionit dhe pas zgjedhjes në funksion nuk kanë deklaruar pasurinë, do të inicohen procedura të duhura për kundërvajtje dhe nëse edhe për skaj asaj nuk dorëzojnë deklarime për gjendje pronësore, për çka janë të obliguar sipas ligjit, do të inicohen procedura për shqyrtim të gjendjes së tyre financiare. Antikorrupsioni publikoi të dhëna ku theksohet se ish kryetaria e Shkupit Danela Arsovska dhe kryetaria aktual Orse Gjeorgjevski, si dhe 33 kryetarë të komunave të tjera, nuk kanë deklaruar pasurinë pas përfundimit të mandatit. Po ashtu edhe 19 krerë të rinj komunash, përfshirë edhe numri 1 të qytetit, nuk e kanë plotësuar këtë obligim ligjor, që duhet të tregonte se me çfarë pasurie fillojnë mandatet, apo grupi tjetër që duhet të tregonte se sa janë pasuruar derisa ishin në këto pozicione. Nga antikorrupsioni njoftojnë se sipas nenit 82, paragrafi 1 i ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit, të gjithë kryetarët e zgjedhur të komunave në zgjedhjet e vitit 2025 kanë obligim më së voni 30 ditë nga dita e zgjedhjes të dorëzojnë deklaratën për gjendjen pronësore. Sipas nenit 82 paragrafi 3 i ligjit të theksuar, pas përfundimit të funksionit kryetar komune, të njëjtit kanë obligim të dorëzojnë deklaratë për gjendjen pronësore. Sipas ligjit, gjoba e paraparë për mosdeklarim të pasurisë është prej 300 deri në 500 euro.